Ndryshimi i kushteve klimaterike dhe hyrja në stitën e ftohtë të dimrit është reflektuar edhe në kategoritë e pacientëve që paraqiten në urgjencën e spitalit të Gjirokastrës për të kërkuar ndihmë. Kryesisht janë ata që vuajnë nga problemet kardiake, ku mes tyre ka nga ata që nuk janë në dijeni për sëmundjen, thot mjeku i urgjencës Bledar Çela. Bëhet fjalë kryesisht për personat që futen në moshën e riskut, pas moshës 55-60 dhe një pjesë e tyre janë për një farë kohe me tension të lartë dhe nuk e kanë ndjerë dhe vjen një moment që ata shikojnë që kanë shqetësime dhe matin tensioni dhe tensioni është në vlera të larta. Një pjesë e këtyre domethënë të alarmuar paraqiten në urgjencë. Ajo çka është e rëndësishme në vijim është mbajtja në kontroll e gjendjes shëndetësore, si me matjen e vazhdueshme të tensionit, ashtu edhe me kontrolle të vazhdueshme te specialisti. Rëndësi ka ndjekja në mënyrë, ndjekja në shtëpi, kur veten në shtëpi si e ndjek tensionin, si bën konsultat e rregullta, duke ditur që një isëmur hipertonik, do ta ketë atë për tërë kohën dhe ka shumë rëndësi ajo se si ai e ndjek veten, qoftë duke kontrolluar tensionin, qoftë duke kontrolluar terapinë, i bën efekt terapia apo jo, dhe duke bërë konsultat e rregullta me kardiologun ose dhe po kështu dhe analizat. Përsa i përket gjendjes virale, raste që janë paraqitur në urgjencën e Gjirokastrës kanë qenë të pakta, pasi ato janë menaxhuar nga mjekët e familjes.